Gërçi politik vazhdon të thellohet, ndërsa edhe seanca e një dite më parë e kuvendit përfundoi pa rezultat konkret drejt konstituimit të tij. Ashtu si në seancat e mëparshme, edhe kjo u mbyll brenda pak minutash, duke reflektuar bllokadën e thellë institucionale. Lëvizja vetëvendosje vendosur në qëndrimin e saj ka propozuar sërish Albulena Haxhiun për kryetare të kuvendit, por opozita vazhdon të refuzoj këtë të fundit, duke zgjatur edhe më tej krizën. Lidhur me këtë çështje, profesori e Shreth Ymeri në një prononcim për Bota Sot ka deklaruar se kriza politike i shkon për shtat opozitës dhe që synon rikthimin e pushtetit te grupi i Thaçit. Sipas tij, kjo situatë po i shërben edhe Serbisë, e cila po kënaqet duke parë destabilitetin dhe e përdor atë si argument se Kosova mund të funksionojë pa ndikimin serb. Pasojat e ngërçit politik në Republikën e Dardanis janë jashtëzakonisht zhgënjyese. Ai ngërç paradoksal, për fatkeqësinë tonë të rëndë, vërteton atë pohim trishtues, pohimin e gazetës New York Times të 21 majit 1911, të përsëritur disa herë në faqet e gazetës suaj, se shqiptarët nuk e kanë idenë e shtetit. Ngërçi politik që po vazhdon më shumë se 3 muaj, sidomos që intereson së partisë opozitës tradhtare, e cila kërkon të marrë pushtetin me qëllim që t'i rikthehet Hajnis kryeadetarit Thaçi dhe bandës së tij. Së dyti, ngërçi politik i intereson tema e Serbisë fashiste, e cila tek posodit nga larg shëndrimet e opozitës tradhtare në Prishtinë, ri e kënaqur duke fërkuar duar dhe barkun dhe duke thënë me vete: fara e agjenturës që unë kam mbjell në Kosovë për interesat e mia, po i jep frytet e veta, duke e bindur mbar botën se ajo nuk mund të qeverisë do të jashtë ombrellës serbe. Deputetët shkojnë në KQZ për të kërkuar zgjedhje, sepse nuk janë të bindur nëse populli do t'i votojë për të mbajtur koltukun e deputetit ose jo, ka thënë ai. Tutje, ngërçi politik në Republikën e Dardanis i kujton Ymerit dy figura historike, Abraham Lincoln dhe Joseph Kipling. Ngërçi politik që sapo përjeton në Republika e Dardanis të kujton dy personalitete të huaja nga historia botërore. I pari është Abraham Lincoln, presidenti i 16 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në periudhën mes viteve 1861-1865. Ai ka thënë: një shtëpi e ndarë në dysh nuk mund t'i bëjë ballë fortunës. Unë mendoj se fortunën nuk mund t'i bëjë ballë edhe qeveria e një vendi, gjysmën e të cilës e popullojnë njerëz të skllavëruar dhe gjysmën tjetër njerëz të lirë. Prandaj ajo pjesë e popullit dardan që pa të votuar për partitë opozitare, të cilat deri dje pa të notuar në ditën e Hajnisë dhe të tradhtisë faqiste, s'është gjë tjetër veç se një kopes skllavërisht të përkshugnuar. I dyti është shkrimtari, poeti dhe gazetari anglez Joseph Kipling, i cili brezave pasardhës u ka lënë një porosi me domethënëse të thellë: asnjëherë mos e teproni me pasionin tuaj për para, për pushtet dhe për lavdi, sepse dikur të vijë një kohë kur do të dalësh në skenë një njeri për të cilin këto tre pasione nuk kanë asnjë rëndësi, dhe atëherë do ta kuptoni se sa të varfër jeni, ka deklaruar ai. Gjithsesi, Ymeri e konsideron një fat të madh për kombin shqiptar ardhi në pushtet të Osmanit dhe Kurtit, të cilët sipas tij janë të pastër nga korrupsioni dhe tradhtia e ish regjimit. Dalja në kryeskenë e politikës dardane e presidentes Vjosa Osmani dhe e kryeministrit Albin Kurti është një fat i madh, jo vetëm për Republikën e Dardanis, por për mbar kombin shqiptar, sepse për këto dy personalitete politike janë krejtësisht të huaja pasionet e Hajnis dhe tradhtisë bandës faqiste, ka thënë ndër të tjera ai. Unë nuk kam kurfar informacione nëse qeveria Kurti e ka goditur deri në çfarosje të plot rrjetin e oligarkik të hajdutërisë faqiste ose jo, nëse organet e drejtësisë nuk e kanë goditur dhe shfarosur atë oligarki kriminale faqiste, atëherë Republika e Dardanis ka për të përfunduar po në atë batak honator Republika e Shqipërisë, të cilën kryetradhtari Rama e ka shndërruar në një Kolumbi europiane, dhe dele populli shqiptar është i paaft për të vetë organizuar për ta përzënë me një goditje tektonike, sepse parapëlqen pozitën prej sklavi, para këtij bastardi me paha të mëdha, ka përfunduar Ymeri.